është thjesht një qytet, është kujtesë historike, është tingull violinash, është fjalë e mençur e burrave dhe e grave, me libër në dorë dhe dinjitet në zemër. Mirë mbrëma, doktor Berisha, mirë se erdhët në qytetin Korç. Në këtë qytet të bukur, ku zëri juaj u dëgjua ndryshe, ku zëri juaj dhe Partia Demokratike nuk hyri thjesht si një forcë politike, por hyri si një vazhdim i natyrshëm i një kulture qytetare që kërkonte liri. Pa mos ta zgjatur më tej zonja dhe zotrinj, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Të mbaj fjalën e saj një studente, Stefania Tushi. Mirëmbrëma demokrat qëndrestar të qarku të Korçës. Mirë se erdhët kryeministri i arshëm i Shqipërisë, profesor doktor Zoti Sali Berisha. Quhem Stefania Tushi, jam besa e piktorit të popullit Vangjush Tushi, i cili u arrestua dhe u dënua me 10 vite heqje lirie për agitacion e propagandë, ndonë se ishte i sëmur me Parkinson. Pas 6 vitesh në burgun famkeq të Ballshit, a i ndëron jetë në 30 korik të vitit 1982. Nuk e njoha kur gjyshin tim fizikisht, por forca e tij shpirtërore e transmetuar tek unë nga pjesa tjetër e familjes, shëmbëllen sot më tepër se kur. Jam duke studiuar në Selanik të Greqisë, në degën e kimisë, dhe me po pres për fundin e studimeve të rikthehem në Korçën tonë, ku edhe unë, si shumë të rinj të tjerë jashtë vendit, nuk e kemi humbur shpresën. Sepse shpresa është këtu mes nesh. Dhe për këtë jam sot këtu, për të hapur këtë fushat me Partinë Demokratike, me forcën që beson tek rinia, që i hap rrugdijes, punës dhe dinjitetit për çdo të ri shqiptar. Ndaj është detyrim për të çliruar adheun nga neokomunizmi dhe jam e bindur se këtu, në Korçën e dijes dhe të kulturës, në 11 maj do të hidhet guri i parë i themeleve të forta dhe të palëkundura për një Shqipëri madhështore. Ne, bitë, nipëri dhe mbesat e saj, do të votojmë më masivisht Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë madhështore. Fitore! Dua të ftoj tani pronarin e një biznesi të vogël, zotin Bujar Muço. Përshëndetje qytetar të Korçës dhe të rretheve vërdall. Unë quhem Bujar Muço, jam nënkryetari i shoqatës biznesit vogël të mesëm të Shqipërisë. Përshëndetje doktor Sali Berisha. Një falënderim të veçantë ne si shoqatë biznesi i vogël dhe i mesëm
i japin profesor Dr. Sali Berishës, që bashkë me ekspertët e tij ekonomik bën një dëgjesë të vazhdueshme në bizneset mbar shqiptar dhe dëgjuan hallet dhe shqetësimet që i kishin sot bizneset shqiptare. Dhe mos zgjatemi më tutje, po u jap një rezume se në çfarë gjendje sot është biznesi shqiptar i vogël dhe i mesëm. Në 12 vjetët të qeverisjes së Partisë Socialiste, biznesi i vogël dhe qytetarët nuk gjetën gjë tjetër vetëm varfëri dhe persekutim. Dhe po u jap një shifër. Në qoftë se në vitin 2013 operonin në Shqipëri 198.000 biznese, sot aktualisht janë më poshtë se 100.000. Dhe po u bëj një pyetje juve që jeni në sallë, por dhe ata që na dëgjojnë nëpërmjet medias. Pse falementuan këta biznese? Nga konkurrenca që kishin me njëri tjetrin të ndeshme, apo nga pamundësia për të bërë biznes? Është e dyta, nga pamundësia për të bërë biznes, se me politikat ekonomike që ndoqi qeveria socialiste në 12 vjet, i varfërovi dhe i falimentoi. Prandaj dhe neve si shoqat biznesi, bëmë kërkesa tona pranë Partisë Demokratike dhe ekspertëve të tyre për të hartuar një program ekonomik në interes të biznesit dhe të qytetarëve. Dhe çfarë kërkuam ne konkretisht? Të ngrihet pragu i TVSH nga 140.000 euro që është sot në 180.000 euro. I kërkuam që të ulet çmimi i 2 produkteve kryesore, siç është nafta dhe energjia, sepse janë 2 produkte që zhvillojnë në ekonominë dhe biznesin. Çfarë kërkuam tjetër ne si biznese? Të stimulohen qytetarët, pensionistët dhe rrogat e ulta, sepse duke u stimuluar qytetarët, ai restimulohet edhe biznesi dhe rritet fuqia blese, sepse sot janë në ditën e hallit të gjithë bizneset dhe qytetarët. Unë falenderoj Partinë Demokratike sepse e kam ndjeku programin ekonomik të tyre dhe bëj thirrje nga ky podium të gjithë bizneseve të qarkut Korçës, po dhe mbar Shqipërisë, ta përqafojnë këtë program ekonomik se është nga programet më të mira në 30 vjet që është hartuar. Është të mirën e tyre dhe ftoj të votojnë në kandidatët e koalicionit të Aleancës për zhvillimin e Shqipërisë, ftoj me fitore në 11 maj, fitore dhe gjithmonë fitore. U gëzova në veçanti kur pash emrin e tij në listën e folësve. Vjen tani demokrati qëndrestar, zoti Ilir Vrenozi. Që ta shpijim në pesa, do votojmë numrin! Tani unë i kam këto, se e kam si me poezi gjithmonë edhe. Qytetar demokrat të Korçës ju përshëndes. Doktor Berisha, legjenda e demokratëve misë erdhe. Më 11 maj, Shqipëria përsëri do të buzëqesh. Do lind një shpresë e re, një pranvere e madhe. E besoj, ma ndjen shpirti këtë ndryshim. Doktor, mos shiko aty, shiko mua. E besoj, ma ndjen shpirti këtë ndryshim. E them si njeri i thjesht, i varfër, si qindra mirat të tjerë. Komunizmi, rilindja, shpilla me e keqe e vendit tim. Ndaj duhet të arëzojmë këtë klik, Shqipërisë t'i bëjmë derë.
e ndi demokracia do fitoj përsëri. Ndryshimin do ta bëjmë ne dhe diaspora. Do ta nxjerrim në dritën ne në Shqipëri. Na prit doktor Berisha bëja fora. Tani po ju flas thjesht një vrenos që është rritur me tërana dhe fasule. Unë mu dua të më blinte i gjati ky Karagjos, por unë jam i djatë o qyryk dhe krenar që kokën do të ma ule. Sepse ti me shqit blerje je mësuar, bleve me Gonigal, Blinken, bleve Jurikim, po njëzit e thjeshtë të ndeshëm kur si ke nështruar. Ndaj, doje të përfitoje dhe me imazhin tim. Po dije mo, si ju tha fëmive, më shini nundër një YouTube. U trondita dhe si prind po ta them një fjalë o i gjatë. Je kryeministër, po si nuk të erdi turp. Po si nuk të dhimë së fëmijët o shkërdat. Do theme një fjalë që nuk desha ta them, po do ta them. Do ta them, prit. Po prito. Ky ju thot fëmijëve, shikoni foto në YouTube para 15 vitesh. E nxirri tani që ke sa një kokur ulliri. Jo para 15 viteve. Maskara. Ndaj ju bi thirrje të gjithë baballarëve që më 11 maj të arëzojmë këtë psikopat. T'ju tregojmë vendin këtyre zagarëve që ardhmja e fëmijëve tanë të ketë një tjetër fat. Tani për doktorin, doktor, do shikoni si. Tani për doktorin do të them 2 fjalë. Doktor, o gjigant, po si nuk u lodhe as njerot. Ti rëzdohesh, por i ngrihesh përsëri, se je vital. Për Zotin, ti e ke zemrën bateri me energji nukleare. Ma beso doktor. Unë kur vi në protesta, 200 kilometro bej, protestave e bim të shtu ne të enëzjo e mund se më do mi kockat. Kurse ti, liro Ervin Salianin, o maskara, ke futur brenda një të burgosur politik, ja ke frikën, sepse Ervin Saliani në 2021 mori në Korç 51.000 vota, edhe 9.800 personale, edhe e burgose, liroje sa më parë. Ervin! Tani, sa për ato tradhëtit, doktor, më dëgjon mua tani. Unë kam 28 vit martuar. Për Zotin e madh nuk e kam trajtuar kur gruan. Në këtë pikë jemi njësoj, se unë e di që edhe ti je besnik. Kurse ai Dallamangua ka ndruar një 5-6. E ke dhe doktor, dua që ta bëjmë Ramën, që kur të lexoj më 11 maj, më 12 maj,
kur të lexoj Edi Rama më 12 maj rezultatin, kur të lexoj rezultatin Rama më 12 maj, ti birë mu t'i shalve të mozin nga të ikë. Tashi, edhe këta të gjithë bashkë, më dëgjoni njërë, se mjaft në robëri, mo e mjera Shqipëri, demokrat votoni njëshin, javdek e aliri. Të gjithë bashkë, tani. Të gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Se mjaft në robëri, mo e mjera Shqipëri, demokrat votoni njëshin e javdek e aliri. Tani unë po bashkëvarit të një mëngjes, që që po e mbyll tani. Të votojmë njëshin, të shporim qelbësirat. Zoti Vrenozi, edhe deri në mëngjes do të kishim dëgjuar të gjithë. Shumë faleminderit. Tani, kam kënaqësinë t'i jap fjalën drejtuesit të qarkut Korç, zoti Vikasa. Fitore! Të dashur korçar, bia të këtij qyteti shqiptar me shpirt europian. Të nderuar demokrate dhe demokrat që jeni sot këtu, nga Pogradeci, Devolli, Maliqi dhe Pusteci. Të nderuar kandidat të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. I nderuar lider i Partisë Demokratike dhe i Opozitës, kryeministri i ardhshëm, profesor doktor Sali Berisha. Vëllezër dhe motra, sot jemi mbledhur këtu për të hapur një kapitull të ri. Një kapitull shprese, ndryshimi dhe fitoreje. Ky qytet, djepi kulturës dhe i arsimit shqip, flamurtari kombit në kohët më të vështira, meriton më shumë se sa braktisje në 12 viteve të fundit. Sot Shqipëria është në kolaps. Është e vjedhur dhe e poshtruar nga një qeveri që mendon vetëm për veten. Korrupsioni, krimi organizuar, trafiku i drogës, pastrimi parave, grabitja e pronës, mungesa e drejtësisë dhe vrasja e shpresës janë fytyra e vërtet e regjimit të Edi Ramës. Por dhe pse kemi kaluar vitet vështira, demokratët dhe korçarët kur nuk janë përkulur. Korça nuk e pranon harresën dhe braktisjen që i është bërë në këto 12 vite. Ajo nuk rreshtohet me të keqen, por zgjedh gjithmonë të drejtën. Sot në këtë sallë ndihet energjia e fitores. Ndihet energjia që do të rrëzojë regjimin e krimit dhe të drogës. Entuziazmi juaj më jep kuraj dhe më bind se ndryshimi fillon pikërisht nga Korça, nga qytetarët e ndershëm që duan një Shqipëri për të gjithë. Ne nuk premtojmë si Peleshi projekte në 3D që nuk bëhen kur. Ne nuk e ndajmë si ai qytetin në llokma për oligarkët e pushtetit. Ne u kthejmë korçarëve dinjitetin dhe të drejtën për të vendosur vetë për fatin e tyre. Për këtë qëllim jemi dhe këtu sot, për të prezantuar ekipin ton, kandidatët tanë, njerëz të ndershëm, profesionistë të përkushtuar, që përfaqësojnë vlerat më të mira të këtij qyteti dhe të kësaj krahine. Këta janë njerëzit që do të jenë zëri juaj. Ne kemi një program që vën në qendër njeriun dhe dinjitetin njerëzor, që përdor taksat për qytetarët, rrit pensionet dhe pagat, investon në arsim, shëndetësi, siguri, bujqësi dhe sipërmarrje. Fermeri dhe qytetari zakonshëm janë investitorët tanë strategjik. Në 11 maj, ne nuk kemi vetëm zgjedhje. Në 11 maj, ne kemi një betejë.
Një betejë për të ardhmen e Shqipërisë që duhet mbrojtur nga braktisja dhe nga shpopullimi. Në këtë betejë kemi me vete të drejtën, Shqipërinë, kemi me vete Zotin. Korça dhe gjithë Shqipëria do të bëhen në 11 maj simboli ndryshimit. Në 11 maj të gjithë së bashku do të votojmë numrin 1. Ne do të votojmë njëshin për të ndihmuar bujqësinë e harruar të Devollit dhe të Maliqit. Ne do të votojmë njëshin për të mbrojtur bukurinë e Pogradecit dhe të Pustecit nga shkatërimi. Ne do të votojmë njëshin për të kthyer të rinj në kolojën që është lënë në harres. Ne do të votojmë njëshin që Korçat mos fillojë të ngjajë Tiranës, të mbytet në beton, në trafik dhe në smog. Ne do të votojmë numri 1 sepse mbështesim rinin që të ndërtojë një të ardhme këtu dhe jo në emigracion. Në 11 maj, Korça dhe Shqipëria do t'i kthehet investitorëve të vetëm strategjik, qytetarëve të saj. Fitore, fitore, fitore! Shumë faleminderit zoti Kaso. Është momenti të prezantojmë ekipin fitues të Qarkut Korç, duke filluar me Ivi Kaso, Ledina Alolli, Bledion Albati, Anton Cacani, Gentian Çala, Genti Gjela, Cristiano Kocibelli, Fidel Kreka, Andrea Mano, Jorida Mazeliu, Brunilda Prifti, Edmond Spaho dhe Elsuida Vila. Ndërkohë që ekipi fituesve ngjitet në skenë, zonja dhe zotrinj, kam nderin të jap fjalën liderit Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Korçës, Pogradecit, Devollit dhe Kolonjës. Përshëndetjet e mia më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme për këtë pritje entuziaste, për këtë atmosferë të elektrizuar të njerëzve të lirë, të mbledhur këtu në një mision të madh të jetës tyre, në misionin e shpëtimit të Korçës, Pogradecit, Devollit dhe Ersek dhe Kolonjës, nga ky regjim, nga kjo e keqe që ka shkretuar këto trevat bekuara më shumë se çdo pushtues, më shumë se çdo fatkeqësi natyrore në tërë historinë tonë kombëtare.
I dashur Zoti Vangjel Dule, aleat kryetari Partisë të Drejtave të Njeriut, aleat i koalicionit për Shqipërinë Madhështore, i dashur Zoti Ivi Kaso, udhëheqës politik i qarkut të Korçës, e dashur Sorina, deputetën Kuvend në Shqipërisë, të dashur kandidate dhe kandidat, përfaqësues të qytetarëve të këtij qarku në parlamentin e ardhshëm, një përshëndetje të përzemërt për ju. Jeni krenaria e qytetarëve të Korçës, Pogradecit, Devollit dhe Ersekës, jeni krenaria e Shqipërisë. Të dashur miq, koalicioni për Shqipërinë Madhështore ka një projekt për çdo korçare dhe korçar, për çdo shqiptare dhe shqiptar. Ky projekt është Korça, Pogradeci, Devolli dhe Kolonja në zenitin e kohës tyre, në madhështinë e potencialeve të tyre, në madhështinë e shpirtit të qytetarëve të kësaj treve, të cilët në betejat e tyre për liri, në betejat e tyre për dije, në betejën e tyre për punë dhe mirëqenje, qëndrojnë në kurorën e kombit shqiptar, qëndrojnë në kurorën e qytetërimit shqiptar dhe europian. Korça dhe korçarët, sot përjetojnë një kohë të cilën ata kur nuk e meritojnë. Korça, korçarët dhe mbar shqiptarët në 12 vite të këtij regjimi njohen shkretëtimin më të madh në historinë e tyre kombëtare, por njohen edhe një nga periudhat më të zeza të varfërimit që një vend ka njohur në histori. Por Korça dhe korçarët janë gjithashtu potenciali më i madh për madhështinë e Korçës, për madhështinë e Shqipërisë. Miqtë e mi, me këtë projekt ne do bëjmë gjithçka. Do t'i shpallim luftë me zero tolerancë, varfërisë ekstreme dhe njerimit të Korçë dhe Shqipëri. Ne besojmë se asnjë korçar dhe asnjë korçar, se asnjë shqiptar dhe asnjë shqiptar nuk duhet kurrë
të ndjej dhimbjet e skamjes. Nuk duhet kur më të ndjej t'i nënshtrohet smundjeve. Nuk duhet kur më të mendoj vend tjetër për ëndrrën e tij përveç Korçës, Pogradecit, Devollit, Erseks dhe Shqipërisë. Në këtë përpjekje ne i adresohemi më së pari asaj që është vlera jonë hyjnore, asaj që kam ku edhe rritur brez mas brezi, burrat dhe gratë më të shquara të Korçës dhe Shqipërisë, luftëtarët me të vendosur, njerëzit më punëtor, familjes korçare, familjes shqiptare. Ne besojmë se një familje fort është themeli i të gjitha arritjeve tona, se një familje fort është kushti i mirëqenjes son, është kushti i moralit ton, është kushti i tashmes son në Korçë dhe Shqipëri. Ndaj dhe ne, duke vendosur pensionin minimal 200 euro, minimumin jetik 200 euro, duke vendosur pagën minimale 500 euro, duke vendosur kartë e konsumatorit, duke vendosur bonuset për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë, për të tretin, shpenzimet plota nga linja gjerë 23 vjeç. Ne japim, i krijojmë kushtet që çdo familje të jetojë në paqë, të mbrojtësoj veten me punën, mundin dhe djerës e saj. Familja është tempulli i formimit, i edukimit, i moralit, i virtutit për çdo shqiptar, për çdo korçar. Njerëz të lirë, korçara dhe korçarë të lirë, mos harroni kur se konservator do të thot tradicional, se tradicional do të thot besim tek familja, besim tek familja, besim tek familja. Miqtë e mi, në histori, Korça, në kulturën e artin dhe e kombit shqiptar, në rilindjen tonë, qëndron në krye për kontribut të saj, po Korça dhe korçarët qëndrojnë në krye të artit botror, vëllezrit Belushi, yje në kinematografinë e Hollywoodit, Gjergji Leka, themeluesi i hard rockut në Shtetet Bashkuara. Në Shqipëri, artistë të mëdhej, piktor të pavdekshëm, skulptor të shquar,
poet, shkrimtar. Pra, Korça ka të gjithë trashëgimin mahnitse për të ringritur përsëri në zenitin e kohës vetë. Dhe unë ju garantoj se do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka që gjenia krijuese e korçarëve, pogradecarëve, devollive, kolonjarëve të shkëlqej në të gjitha fushat. Shqipëria madhështore është Shqipëria e punës, e prodhimit, e Made in Albania. Në Made in Albania e para është Made in Korça. Askush nuk je punën dhe kulturën e saj. Askush je më mirë se ju, fermerët e mrekullueshëm të këtij qarku. Po unë ja fjalën ju, se ata të cilët rrëzuan fermat tuaja për dhe me Ballkan e hapur, ata të cilët shkatruan mira ferma në Korçë dhe në Shqipëri, me 11 maj, marrin ndërshkimin shembullor, kurse ne fermerit korçar, devolli, pogradecar, kolonjar, do bëjmë gjithçka për suksesin e tij. Do i pesfishojmë subvencionet për çdo bim, për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bakti të rritur. Do investojmë në vit 70 milion euro në kullime, vaditje dhe mbrojtje të tokës. Pensionet në fshat, as një pension ndën 200 euro. Linja krediti të buta. Linja të buta krediti për çdo fermer që dëshon të zgjeroj fermën e tij. Miq, mbrojtja e plot e prodhimeve tuaja në sezon është zotimi im para jush, fermer të Korçë, fermer shqiptar. Miqtë e mi, pastrimi i shtëpisë është kushti i kushteve për Shqipërinë madhështore. 3 javë më parë, Korça përcolli për në banesën e fundit një birë të shquar të saj. Robert Kotmilen, ish kryetarin e bashkisë të viteve më të vështira në historinë e këtij qyteti. Roberti u nda nga jeta në vetmi, por mori nderimin më të madh nga qytetarët e Korçës, sepse ai jetoi, qëndroi, u shërbeu dhe vdiq si shërbëtor i tyre. Ndaj dhe unë zotohem para jush se shtëpia do pastrohet nga këta të cilët kanë ndërtuar parajsa, kanë ndërtuar vila, hotele, motele, nga këta që vodhen qindra milion euro. Miq, vetëm me djegës dhe Tiranës
Edi Rama 130 milion euro ka shdukur. Po ky Nikoja juaj me atë termocentralin e Maliqit. Kur vjen këtu në Korç, Edi Rama ka turp nga Nikoja dhe nuk e merr afër. E merr vetëm Kolonjë që thotë se Kolonja bëri Korçën. Hajdut atje, hajdut këtu, hajdut ku do të qitjen janë. Pra, 12 vite, çfarë ndodhi me shqiptarët? Pse shqiptarët u varfruan? Nuk ishin të mkëmbur, por rrogat dhe pensionet i kishin më të lartë se të tjerët. I kishin më të lartë se Maqedonasit, Serb, Malazesht, Kosova, Bosnia Hercegovina, më të lartë se Rumania, se Bullgaria. Po pse? Jemi më të pasur ne. Ne kemi pasuri shumë më të mëdha se ata. Çfarë ndodhi? 12 vite. 12 vite. Çmimet u trefishuan, u dyfishuan. Pensionet mbeten pothuaj ato. Sot për një qytetar korçar në pension për të ble ato që blinte në vitin 2013 duhet kishte një pension 390.000 lek. Sot rroga minimale duhet ishte të paktën 2 fishi asaj që është sot. Por qeveritarët, Edi Rama 3 dhe 5 fishoj rrogat e larta dhe tultat i la njerëzit për të numëruar kafshatën. Merr fund kjo. Ne do u kthejmë parat ju. Ne do u kthejmë parat ju. Dhe u garantoj se vrapi ynë që fillon me 11 maj nuk ndalet gjersa ju të jeni qytetarët më të paguar të Ballkanit. Ky është zotimi ynë para jush. Ky është vendimi ynë. Por Korça ka biznismen taft, të shqur, të zot, të shkaf. Unë u premtoj atyre se barra fiskale do të përgjysmohet. Tatim fitimi do zbres në 10%. Të veshëja do zbres në 15%. Garantoj të gjithë rrogtarët me rrogë mbi minimale se vetëm me uljen në 10% të tatim fitimit rrogat e tyre rriten me një vendim 13%. Kjo është fushata jonë, ky është projekti ynë. Krahasoni pak me atë tjetri se ç'bën dhe ç'thot. Ka qeveris 12 vite. Ka qeveris 12 vite. Dhe nuk thot dot një sukses, sepse dhe ato që ka bërë i ka të zhytura në vjedhje dhe plaçkitje. Ja ku është rruga Korçën Sek, miqtë e mi, 7-18 kilometrat e para janë ndërtuar me 800.000 euro kilometri.
17 kilometrat e dyta janë ndërtuar me 5 milion euro kilometri. Vidh nuk kanë të ndalur. Meni rrugën Qaf Ploç, Quks, e cila kishte 2 qëllime madhore. Së pari, ta afroj më shumë Korçën me Tiranën. Së dyti, turbanizoj Mokrën. Rruga prej 15 vitesh vazhdon dhe nuk mbaron. Rruga nga 74 milion euro që ishte e prokuruar me qilë sandor, ka shkuar në 250 milion euro dhe vjedhin në nuk ndalen. Pra, vendosja para ligjit e këtyre hajdutve, pastrimi shtëpis, pastrimi Korçës, është kushti i kushteve për Korçën madhështore, për Shqipërinë madhështore. Miq, ju e shifni Edvin t'i themi Burreci 2 metra i gjatë, apo Memja gjallë, apo t'i themi Edvin Batuta si doni, por kalon në takime me zyrtar të ti të sjell me detyrim në takime. Tani, kam dhe pra ta një mesazh. Kam një mesazh për ta në emër tuaj. Ju, në punësit e këtij shteti, që zbatoni ligjin, ju garantoj se dhe u shërbeni qytetar me besnikrinë ai ligjit, jeni dhe do mbeti njerëz të respektuar. Ndaj dhe thirrja ime për ju është, në takime nuk keni ç'bëni, do shkoni se u pushojnë nga puna, por votën mos ja jepni atij. Votën mos ja jepni. Votoni për vëllezërit motrat tuaja, votoni për dignitetin tuaj. Votoni në mënyrë që me 11 maj të shkoj atje ku e meriton. I bëj thirrje diasporës, që po voton këto ditë, as një vot mos fotografoni, qëndroni qytetar të lirë të këtij vendi, qytetar të lirë aty ku jeni. Votoni ndryshimin, votoni shpëtimin e Shqipërisë. Dhe ata që s'mundën më u regjistrua, të bëjnë gjithçka, të vërshojnë drejt Korçës dhe Shqipërisë me 11 maj, ditën e fitores. Qytetar dhe qytetare, nuk ka patur ndonjëherë fushat, po të kishte një emër Edi Rama, do mund të quhenim Mr. Banaliteti. E gjithë psikologjia e tij, një psikologji e të fortit, vjenjëre, a i flet në raste një lloj si Nureddin Dumani në sallën e gjyqit, me kërcënime, me shantazhe, me sharje, me shpifje. Pra, njeri tërësisht i sfazuar, i shturur. Duhet ju e pat se çfarë psikologjie mjerane,
erdhi këtu dhe mendoj se tani Eureka, e bleva Ilir Vrenozin. A i mendoj se me strajcat e ti me para, me batalionet që e shoqërojnë, Vrenozin do ta mirte një ditë në podcastin e ti, apo do të tregonte një fotografi me te. Por, a i nuk din se më të fortë se çdo gjë, njeriu ka karakterin, ka moralin, ka virtutet. Vërtet, ja ka dal në njëherë, po s'ja doli kur nga njeri i cili s'ka përfitua asgjë nga Partia Demokratike dhe ka mbështetur atë 32 vite që nga themelimi gjerësor. Ilir, në një takim me të huaj dhe të ri, më pyeten, cili është sekreti i Sali Berishës? U thash vetëm kaq, jeta ime ka qenë përpjekje për të qenë vetja ime. Dhe s'ka gjë më të madhe, ja u thënë të gjithë dhe ju një. është shumë e thjeshtë, ndaj edhe unë të përgëzoj ty, si kundër u bëj thirrje, të dashur qytetar, as një vot, për ata të cilët i ftuam të jenë në koalicion me ne, në mënyrë që çdo vot shqiptare të vinte për fitoren e opozitës dhe kundër Edi Ramës. Dhe nuk gjetën forca të vinë. Jo miq, i ftova vetëm në emër tuaj dhe për interes tuaj, se vetë as pak s'doja t'i ftoja, por nuk doja që as një vot e popullit opozitar të përçaj të ndahej. Nuk erdhen, dhe tani thonë, jo, ne nuk jemi për rotacionin, jo, ne jemi kundër sistemit. Ha, heqin maskat. Po në qofë se nuk je për rotacion, je për Edi Ramën. Në qofë se je kundër sistemit, përsëri je për Edi Ramën. Atëherë, qytetar, i lenin vetmin e tyre këta, që të kishin patur në karakter 10 e Ilir Vrenozit ishin midis tesh sot. Se patën. Nuk e patën. Kanë mbetur 3 javë vendimtare, 3 javë në të cilat mençuria, fistikria, Korçare duhet të bëjë gjithçka për të bindur çdo korçar dhe korçar, pogradecar, devollite, kolonjar, që me 11 maj të votoj për vetën tonë. Ky program është mundësi tjetër për pensionistin shqiptar, është mundësi tjetër për çdo të ri shqiptar të cilët i garantoj sot se shkollimi, punësimi, strehimi, biznesi tyre do t'jenë përparësi e gjitha përparësive të Partisë Demokratike. Ky program është një mundësi e re për çdo nën, motër, bashkëshorte shqiptare, për të patur një familje, për të patur një punë, për të patur të ardhura më shumë,
për të patur fëmijët e vetë në Shqipëri ku ndërtojnë ëndrrën e tyre. I garantoj se në programin tonë mbështetja e grave, në biznese, në të gjitha fushat, është objektiv kryesor. Ky program është një mundësi reale për çdo fermer të Korçës dhe të Shqipërisë, për çdo biznesmen të vogël, për çdo biznesmen të madh, për çdo mësues që s'do marrë kur rrogë në 1.500 euro, për çdo mjek, infermiere, që do t'i dyfishojnë rrogat dhe pensionet. Pra, është programi i mundësive të reja për shqiptarët, i udhëtimit tyre drejt Korçës madhështore, drejt Shqipërisë madhështore. Rroft Korça, rroft Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
Hajde! Voto! No.